Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, jemi sonte në prag të muajit të Ramazanit. Ne të gjithë dimë se Ramazani është një ngjarje e veçantë për besimtarët dhe sigurisht se gjithmonë kujdesemi që t'i kushtojmë rëndësi këtij agjerimi edhe këtij adhurimi që Allahu i lartësuar e ka obliguar për të gjithë besimtarët. Normal, për të treguar kujdesin e veçantë, edhe treguesi kujdesit të veçantë për këtë muaj të bekuar të Ramazanit, për besimtarët është edhe parapërgatitja e tyre që ja kushtojnë këtij muaji. Në traditën tonë islame, të sahabët e ndershëm, gjeratat e mëhershme, ku ne i referohemi si model i jetës, mësojmë se parapërgatitja shpirtërore, imanore e tyre për Ramazanin ishte 6 muaj përsa me arë Ramazanin. Dhe pastaj e jetonin mirë tërë atë atmosferë që ofron në Ramazanin për besimtarët dhe me begatit edhe dhuntit e Ramazanit, ata dhe 6 muaj të tjera jetonin pas Ramazanit me Ramazan. Gjë që i bie se agjerimi i muajit Ramazanit është diçka që i ka përcjell besimtar dhe jetën e tyre gjatë tan vitin. Do thotë tër viti ka qenë Ramazan dhe e tër jeta ka qenë Ramazan për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne mund të themi se sonte është një ditë e veçantë, kujdesi për këtë muaj të bekuar, do të thotë se përgatitjet më herët i kemi filluar, edhe në aspektin shpirtëror, në aspektin imanor, po edhe në aspektin material. Ne të gjithë e dimi, dhe nuk është diçka e re që po ja themi se Islami ndërtohet mbi 5 shtylla, secili prej tyre janë mediume të veçanta që përcjellin mesazhe. Natyrisht, secili ka këto mesazhe që përcjellin shtyllat e fesë, dinit tonë të bukur, ndikojnë në formimin e personalitetit dhe karakterit dhe të ndjegjes tonë si muslimanë dhe si besimtarë. Ramazani nga një kënd vështrim ndikon edhe përcjell një ndikim të veçantë në jetën e besimtarit, të njëjtën e bën nga një aspekt tjetër namazi, dhe të njëjtën e bën nga një aspekt tjetër zekati dhe të njëjtën e bën nga një aspekt tjetër haxhi. Krejt këto vlera që ibadete ose shtyllat fesë që i përcjellin te besimtarët synojnë të ndërtojnë një karakter dhe një moral dhe një ndërgjegje më të mirë për të ndikuar pastaj edhe në etikën, edhe në sjelljen, edhe në sjelljen edhe etikën e besimtarit në jetën e përditshme. Nuk është thënë kot nga fjalët e ulemave dhe dietarëve që na vinë se namazi është peshore ditore për muslimanin. Agjerimi është peshorja vjetore për Ramazanin, se e kemi një muaj një herë në vit. Ndërsa haxhi është peshorja e jetës së besimtarit. Prandaj përfitojnë nga rasti për me kësaj paraqitje, për veten, për besimtarët, për të gjithë besimtarët në mbar botën, që të shtojmë kujdesin më të madh me ibadet, me adhurime, me vizitat të ndërsjella, me iftarët e bekuara të cilët bëjmë me njëri tjetrin, në mënyrë që ki obligim ose ki adhurim të jetë më afër neve dhe ne të jemi më afër tij. Është rëndësishme shumë të kuptojmë se ne flasim shumë për Ramazanin, por këto taravija, krejt ki angazhim që e bëjmë gjatë këtij muajit, të kuptojmë se edhe ato flasin diçka për neve. Por shkak të Ramazani dhe agjerimi vjen si një dhuratë e fuqishme për besimtarin që thash pak më herët jetojnë me karakterin dhe e përmirësojnë karakterin e besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet shumë për agjerimin dhe kërkon që agjerimi mos jetë i fokusuar vetëm në çështjen e ushqimit dhe në çështjen e jashtme. Do thotë ne po agjerojmë, sigurisht duke qëndruar pa bukë dhe pa ujë, por gjithashtu po kërkojmë që krahas kësaj të agjerojmë edhe duke u larguar nga veset e këqija, nga veprat e këqija, nga të menduarit e keq dhe gjithçka që ka
të bëj me anën negative dhe energjisë negative tek njeri. Lusim Allahun xhaleshanu për një agjerim të begatshëm, lusim Allahun xhaleshanu xhalla xhelaluhu për një agjerim të lehtë dhe të pranuar, me shpresë se të gjitha këto të mira do të vendosen në peshojnë e veprave të mira në ditën e gjykimit.